Të dashur shqiptar, sot është për të qarë, është një ditë shumë e dhimbshme, për arsyen se Universiteti i Madridit ka bërë një bashkëpunim me Universitetin e Beogradit në mënyrë të fshehtë. Kanë bërë një bashkëpunim nga viti 1951 deri në vitin 1969. Dhe vazhdon dhe sot dhe kësaj dite, por nga ky studim dhe nga gërmimet arkeologjike të përbashkëta spanjolle dhe serbe, kanë dalë ca të vërteta të lemeritshme, të cilat janë botuar në Wikipedia, por jo në Enciklopedinë Britanika. Unë s'di asgjë për këtë gjë. Amerikanët e kanë marrë këtë studim nga spanjollët dhe kanë përkthyer në anglisht, se ka qenë në spanjisht, origjinali është në gjuhën serbe, dhe amerikanët e kanë përkthyer këtë në gjuhën angleze. Unë kam parë këtë më përpara, kam bërë një film, por ju e kuptoni që unë gjithmonë jam përpjekur që të jem i butë me shqiptarët, megjithëse lajmet janë shumë të rënda. Tani do e kuptojmë se përse ne na urrejnë serbët, se ne nuk e dim. Sot do mësojmë. Çdo gjë është përkthyer me ndihmën e DeepSeek, që është sistemi kinez. Është më i miri sepse kohët e fundit kam vëre që kur përdor ChatGPT dhe të gjitha inteligjencat amerikane, më dalin me kufizime, me cenzur, gjë që s'më pëlqen. Prandaj po përdor pikërisht sistemin kinez, i cili për sa i përket Europës dhe Amerikës nuk ka kufizime. Mund të shkruash çfarë të duash. Pra kjo është e vërteta, e cila është retushuar, është ndryshuar në Wikipedia nga shqiptarët në anglisht, që këto lajmet mos jenë kaq të hidhura. Tani do ta shikojmë ne se si shkruar në origjinal, në serbisht, mbas kërkimeve arkeologjike nga serbët atje. Pra bëhet fjalë për në ish Jugosllavi, në vitin 1951, sapo ishim ndarë neve, dhe sapo kishte ndodhur lufta në 49-ën që zgjati deri në 50-ën, midis Greqisë fashiste dhe Shqipërisë, dhe ne mundëm Greqinë. Po ashtu edhe ish Jugosllavia fillonte provokimet nga kufiri në veri, filloi të na sulmonte nga dy krahët, edhe Jugoslavia edhe Greqia, megjithëse të dy vendet ishin me sisteme të ndryshme. Jugoslavia ishte sistem socialist dhe Greqia ishte sistem kapitalist, ishte sistem i pranuar nga Europa. Dhe na sulmuan të dy vendet. Pra sistemet nuk kanë rëndësi. Ne jemi midis dy armiqve të mëdhenj të Shqipërisë. Tash studimi është komplet duket i paanshëm. Ta shikojmë, është i paanshëm apo jo. Ulpiana është në Gračanic, në Jugosllavi. Këtë unë nuk e dija, që është në Gračanic. Dhe është studimi i përmbledhur. Është një qytet i rëndësishëm i Dardanis në rrugën Naisus, Nishi, Stobi. Vendodhja antike është e zënë nga manastiri në Gračanic në Kosovë, rreth 10 kilometra në jug të Prishtinës. Ulpiana u themelua në vendin e një vendbanimi të madh të epokës së bronzit të më përparshme, ndoshta gjatë mbretërimit të Trajanit. Është e vërtetuar, ndoshta tash ishte vërtet, se ky është studimi i 51-shit. Fakti që qyteti ishte në municipium nga mesi i shekullit të dytë, domethënë një qendër e rëndësishme tregtare romake, dëshmohet nga mbishkrimet e shumta. Territori i tij përfshinte luginën pjellore të Labit dhe Drenicës. Vendodhja e tij në rrugën kryesore nga Danubi në Via Egnatia dhe afërsia me zona të rëndësishme minerare e bën atë të rëndësishëm gjatë perandorisë së hershme. Ai ishte vendbanim i një prokuratori nga shekulli i tretë dhe vazhdoi të kishte rëndësi gjatë periudhës së krishterë të hershme. Qyteti ishte ndoshta një nga komunitetet e shumta të shkatruara nga ushtria gotike e Theodorikut në vitin 479 pas Krishtit. Pra jo nga slavët, nga gotët. Qyteti Ulpiana në çdo rast ishte një gërmadh
në momentin kur Justiniani e restauroi në fillim të shekullit të 6 të erës sonë dhe e riemëroi Justiniana Secunda. Kjo nuk ka qenë në Wikipedia sapo ka dalë. Nuk di ku ishte Justiniana Secunda, është gjetur. Është Ulpiana, qyteti Justinianit, i rindërtuar. Gërmimet kanë zbuluar disa ndërtesa të qytetit të mëdhonshëm dhe disa pjesë të murit të qytetit, duke përfshirë një nga portat kryesore në anën veriore. Një bazilik me 3 nefe, 34 me 14 metra, u pastrua brenda vendbanimit dhe u zbuluan 2 faza ndërtimi që datojnë nga shekulli 5 deri në shekullin 6 të erës sonë. Kanë zgjatur 100 vjet ndërtimet. Pjesë të Cardo Maximus u pastruan dhe disa banesa brenda zonës së fortifikuar. Porta veriore është rrethuar nga 2 kulla në formë patkoji. Jo larg portës jashtë murit u gërmua një ndërtesë e madhe industriale e shekullit të 4 të erës sonë dhe një bazilik aty pranë. Domethënë, kishte filluar kristianizmi. Varezat në veri, perëndim dhe jug të qytetit janë eksploruar. Në 51 nga jugoslavët. Pranë murit në skajnë e nekropolit perëndimor është pastruar një varezë e vogël e krishterë, e cila ka 2 apsida anësore në dhomën e saj kryesore. Vareza veriore ka një bazilik me 3 nefe dhe me një kriptë dhe shumë varime poshtë saj. Kriptë është vendi ku futen eshtrat e të vdekurve dhe të shenjtëve, pra është një vend i hynor, i shenjtë. Pranë qendrës së nekropolit u gjet një sarkofag monumental mermeri, ndoshta i shekullit të 4 të erës sonë, dhe u zbuluan pjesë të një mozaiku dyshemeje me motive gjeometrike fillimi i shekullit të 4 të erës sonë, që i përkasi një ndërtese më të hershme se bazilika. Varret në varezën veriore datojnë kryesisht shekulli 4 të erës sonë, por bazilika u datua nga gërmuesit në kohën e Justinianit. Pra, të gjitha këto janë bërë nga jugoslavët, nga serbët, jo nga shqiptarët. Pjesa më e madhe e materialit nga gërmimet i përket shekullit të 4 deri në shekullin e 6 të erës sonë, por u gjetën një numër mbishkrimesh në gur që datojnë nga koha e Trajanit deri në shekullin e 3 dhe disa përmbajnë emrin zyrtar të komunitetit Municipium Ulpiana. Ishte emri i prindërve të Trajanit. Ndër veprat e artit nga Ulpiana janë statueta me mermer dhe 2 statueta bronzi të Apollonit dhe të Mërkurit. Një medalion i madh bronzi perandorit Probus është gjithashtu me interes. Gjetjet nga Ulpiana ndodhen në Muzeun e Kosovës dhe Metohis në Prishtinë. Janë bërë nga serbët. Tani, shqiptarët e Akademisë së Arteve të Kosovës kanë thënë që ky zbulim është bërë nga arkeologët e Kosovës. Kanë gënjur. Turp. Kështu është në Wikipedia. E vërteta është që këto zbulime janë bërë nga serbët. Dhe serbët e kanë kuptuar që s'ka shqiptar aty. Dhe që në 51-shin lindi ideja e pastrimit etnik të Kosovës, jo nga Miloševići, nga Akademia Serbe. Shkaku është bërë, gërmimet arkeologjike. Pra, edhe në Shqipëri, Hasan Ceka dhe Neritan Ceka i kanë dhënë ushqim organizatës terroriste greke të Vorja Pirit. Akademia jon punon për Vorja Pirin. I ka bërë të gjitha zbulimet e qyteteve greke që ne i themi Ilire në Shqipëri. Këtë që kanë bërë të Jugoslavët, të njëjtën gjë. Akademia jon është në shërbim të Athinës, që të jeni të sigurt. U bindu tani që Ilirët janë grek. Tani çdo thot Ulpiana, se shqiptarët janë shumë të gëzuar, gjetëm Ulpiana, ne jemi të lashtë. S'ka si shenjë shqiptarësh, thon serbët, dhe është e vërtetë. Emri Ulpiana vjen nga emri i fisit të Trajanit, Ulpiana. Dhe këta ishin me origjinë të një fisi italik. Ulpia i thon dhelprës në këtë gjuhë italike. Një lloj si në latinisht, vulpi. Turp. Ulpiana do thot kështjella dhelprës në këtë gjuhë. Quhet gjuha oskane. Shumë ngjashme me latinishtën, por ishte gjuhë italike, jo latinisht, një dialekt gjuhë italike. Tani kjo është
Gjithashtu emër i disa fiseve gotike përdorin ulpja, gotët. E kanë marrë gotët nga latinët, latinët e kanë marrë nga oskanët. Më e besueshmja që është marrë nga oskanët. Dhe gotët kanë filluar të përdorin këtë emër, por është shumë i përhapur te gotët më vonë, mbasi ata erdhën nga Ukraina e sotme dhe pushtuan pikërisht edhe Shqipërinë, kanë shkatruar çdo gjë, gotët. Dhe gotët kanë shkatruar qytete greke ilire. Ju betohem, këtë ka thënë Marin Mema në filmin më të fundit. Shikojini vetë. Marini juaj i dashur. Praktikisht, serbët nuk pas kanë gënjur fare. Kjo është e vërteta. Akademia e Kosovës e ka nxjerrë këtë si zbulim të madh mbas luftës së Kosovës. Është gënjeshtër pas ka qenë zbuluar në 51-shin nga akademikët serb. Dhe ata i kanë bërë të gjitha ndërtimet, edhe pastrimet, edhe muzeun, ata e kanë bërë. Akademikët kosovarë janë gjithashtu gënjeshtarë si akademikët e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, mashtrues. Në një të gjë bëri Hasan Ceka. Ka bërë apokalips. Hasan Ceka ka marrë thesarin që ishte në Vjenë me marrëveshje shteti shqiptar dhe ai austriak. Kanë bërë marrëveshje që t'i kthehet Shqipërisë ky thesar i gjetur në Koplik të Shkodrës. Në këtë thesar gjenden me qindra monedha me vite të ndryshme që përkojnë me vitet e bashkiakëve grek që quheshin prytan ose rektor. Numri monedhave përkon me qindra vite të pushtimit grek të Shqipërisë, të qyteteve ilire greke në Shqipëri. Turp më të madh nuk ka. Çdo monedhë është e ndryshme nga tjetra, dhe çdo monedhë përfaqëson emrin e një prytani grek. Ilirët flisin greqisht. Edhe këtu ishte statuja e Apollos në fillim. Pastaj u vendos statuja e Mërkurit. U quhet qyteti Ulpiana, por qyteti më parshëm ka qenë grek. Pastaj u vë emri Ulpiana. Pastaj u vë emrin Justiniana Secunda, nga Justiniani i Madh. S'ka aty asgjë shqipe. Justiniani i Madh ishte vërtet nga Dardania, por fliste greqisht. Dhe ai restauron kudo monumente greke. Edhe në Bylis, në shekullin e 6, gjendet një pllak që e ka ngritur Justiniani i Madh, ku thotë që mori fisët slave për t'i punësuar për të ngritur muret e shembura nga tërmeti. U bindë tani, s'ka asgjë shqipe. Por në Serbi, pastaj Kosovë, punimet i kanë bërë arkeologët serb, këtu i kanë bërë shqiptar në bashkëpunim me minoritarët grek në shërbim të Athinës. Ne kemi bërë apokalips, nëse kosovarët se kanë bërë vetëm gënjejnë që është zbulimi i tyre. Nëse kosovarët thonë që ky zbulim është bërë gjoja mbas pushtimit dhe mbas çlirimit nga pushtuesit serb, mbas luftës së Kosovës, s'është e vërtet, është bërë në 51-shin. Me njëherë mbas luftës greko-shqiptare. Serbët kanë dalë me konkluzionin që s'ka patur shqiptar në Kosovë, kështu thonë ata. Janë gjitha vendbanime greke dhe pastaj latine. Dhe kanë bërë me njëherë mbas luftës Greqisë me Shqipërinë, ku e humbi luftën Greqia. A shikoni se sa të çmendur dhe gënjeshtar që jemi. Po mos kisha dalë unë. Akoma ju do vazhdoni dhe unë në Facebook gjeta një artikull pikërisht për këtë gjë, për zbulimin e mrekullueshëm që kanë bërë arkeologët kosovar mbas çlirimit të Kosovës nga Serbia. Jo, këtë zbulim e kanë bërë serbët. Dhe në Wikipedia janë vënë, domethënë, vlera të arkeologjisë shqiptare. Qyteti mrekullueshëm, i lirë, gënjeshtër, është koloni romake e Trajanit, perandor romak, të stacionuar në Ulpian. Dhe emri Ulpian vjen nga fisi i Trajanit, që ishte me origjinë oskane, italike. Do thot dhelpra. Turp, 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 gënjeshtar, mashtrues. Kështu jemi ne, Viça. Me aq sa Viçi ka lënë toponime, një Viç, me atë, domethënë, me atë toponime ka lënë një shqiptar. Viçi dhe shqiptari kanë gjëra shumë të përbashkëta. Pinë qumësht që të dy nga lopa. Por toponime s'kan lënë, dhe janë dhe gënjeshtar dhe mashtrues. Ndryshoj dhe Wikipedian. Ky është në letër, dokument, i botuar nga Akademia Serbe, me njëherë mbas luftës greko-shqiptare,
dhe ata u përpoqën të vërtetojnë që s'ka patur shqiptar në Kosovë. Hasan Zeka ka vërtetuar që s'ka patur shqiptar absolutisht në Shqipëri. Kala e Shkodrës, monedat e Shkodrës që gjoja gjitha unë, janë greke, këtë e kanë ditur me kohë arkeologët e huaj. Ju nuk e dinit, unë se dija. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Gënjeshtar.